Prej në fshatin Veshall, thet në maj të vitit 1992 keni ardhur në vendlindje. Pasi doli Hoxha në penzion ose ishte... Hoxha kishte dalë prej përpara në penzion, por në 92-shën i humbi sit krejtësisht, por në atë kohë kanë pas shumë pak kanë pas pensionet, ose prej 78-s ka fillu në Jugosllavi pagesa për pensionet e hoxhallarëve që ka qenë në mënyrë të organizuar nëpërmjet bashkive islame, nëpërmjet miftinive dhe bashkisë islame. Ata në pension pas andaj edhe pak ka vazhdu, ashtu që në 90-shën kur i ka humbë sit, unë isha në Veshall dhe për një herë kur shkova në miftini, ishte në atë kohë mifti Muhamet Efendi Iseni, rahmetliu, tha, Zendel, tha, ti prej javën tjetër, xhuman tjetër, marrësh hallalek në Veshall dhe vish në Shqipkovicë. Edhe unë për një herë i thash, po, nuk më keni pyet ju mo pse, si mundet ashtu unë? Tha, kanë ardhur, tha, këshilli i xhamis dhe kanë thënë te pas ne hoxhën tonë, pse të rrim pa hoxh? Të lutë në të ne bish hoxhën prej Veshall dhe vjen Shqipkovicë. Dhe unë me 2 maj 1990 kam marrë Shqipkovicë dhe prej atëherë jam në Shqipkovicë deri më në penzion.